Natyrisht që gjithë Kosova, i gjithë populli shqiptar dhe gjithë ata që e vlerësuan artin e kulturën, janë në dhimbje të madhe. Jam e bindur që trashëgimia që la pas, zonja Nezhmije Pagarusha, bilbili e Kosovës do të rrojë edhe për brezat e ardhshëm, është një njeri që ka bërë shumë jo vetëm për artin dhe kulturën, por për gjithë popullin tonë. Pra është ndruar në një simbol të dashurisë ndaj popullit dhe nëpërmjet zërit të saj na ka dhënë jashtëzakonisht shumë. Unë kisha mundësinë edhe dje që të ngushëlloj familjen, të nënshkruhem në librin e Zis dhe në emër të Kuvendit Republikës së Kosovës dhe të gjithë atyre që e deshtën zërin e saj, por edhe personalitetin e saj rrezatues, të shpreh ngushëllimet tona. Shpresoj shumë që institucionet e Republikës së Kosovës, edhe në nderim të saj, mbi të gjitha në nderim të saj, do të bëjnë të pamundurën që ta shëtutje të përkrahin artin dhe kulturën dhe gjithë njerëzit që i dhanë jashtëzakonisht shumë këtyre sferave, këtyre fushave. Lajmi ishte shumë i hidhur. Pas 20 minutave të vdekjes saj, më kanë lajmëruar familja, më ka ardhur shumë keq, më ka duke pa besueshme. Por jeta e ka këto, po mund të them që ajo është e pavdekshme, me zërin e saj, me trashëgimin të cilën na ka lënë, që sot po luhet pjesa instrumentale e këngës saj, e cila është një vepër madhështore shqiptare. Sot pe përcjellim me ceremoninë shtetënore, kështu që uroj që gjithmonë do të jetë në mesin tonë me këngën e saj, edhe me dashurinë që ka shpërndarë ajo edhe me njerëzit të cilët është rrethuar edhe përtej. Edhe me këtë rast i ngushëlloj gjithë popullin shqiptar për humbjen e madhe të madhës Nezhmije Pagarushës. Poemi i saj do të kujtohet si një zonjë, si një bi shqiptare, e cila dha shumë kontribut për këtë vend. Ne i dim kur ka filluar ajo me muzikën dhe asnjëherë nuk është ndalë, përveç këngës, ato e kemi pa dhe në film, e kemi pa dhe në drama të ndryshme, po mbi gjitha ajo gjithmonë ka qenë afër popullit të vet. Unë kam ngushëllime ashtu si gjithë kombi shqiptar, gjithë ato që e kanë njohur nga afër, që kanë njohur zërin e saj, që kanë njohur figurën e saj artistike. Kemi humbur sot një nga njerëzit më të dashur, kemi humbur një nga ato artiste të cilat bën epokë në kohën kur jetuan. Është një ditë shumë e trishtueshme, ne i themi lam të mirë dhe detyra jonë është të mbajmë gjallë emrin, kujtimin, artin e Nezhmije Pagarushës. Unë jam takuar, do thoja, për herë të parë kur kam qenë shumë e vogël. Ardha e saj e parë në Tiranë ka koinciduar që prindet e mi e kanë shoqëruar në takimin që ajo pati me artistët shqiptar dhe kam pasur privilegjin të kem parë artisten e madhe Nezhmije Pagarusha dhe ta kem parë në sytë e një fëmije, në një sytë e një fëmije që kam ndëruar të bëhesha si Nezhmije Pagarusha. Dhe jemi takuar her pas here, sa herë jemi takuar ka shprehur deri në fund admirimin që ajo kishte për mua dhe në çdo moment më vinte edhe si zor, për arsye se unë e admiroja kaq shumë sa më vinte zor që ajo më admironte. Po do të thoja ky ishte një vlerësim reciprok që ne kishim për njëra tjetrën dhe sot më duket sikur kam humbur prindin tim, kam humbur një pjesë të kujtimeve të mia më të bukura. Do dëshiroja që ta kisha takuar edhe në momentet e fundit, por ndoshta më mirë kam ngelur me atë kujtimin më të bukur të Nexhit. Kam shumë për të folë për bilbilin ton, për ikonën ton. Po sot më lejoni vetëm një fjali ta them. Trupi vdiq, përjetësia lindi. Nezhmije Pagarusha e pavdekshme. Jam i lumtur që kam pas fatin me jetu në kohën kur ajo ka kënu. Ajo ka qenë model për krejt këngëtarët edhe krejt këngëtarët shqiptar.
duhet me cek një detalj kur i pata realizu një album me këngë vjetra qytetare, jam i lumtur pse e kom realizu pse ishte me insistimin e të madhes në Zmije Pagarusha. Dhe më thonë, unë e kur nuk kom e haru edhe gjithë herë kom e kujtu, kur i ndigoj këngë cilat i kom këndu, është insistimi qëllum i të madhes në Zmije Pagarusha. Inshallah Zoti shpërblen me xhenet. Jam i lumtur që kom jetu në kohën kur ajo ka jetu, edhe nëse dikush e përmend emrin e të madhes në Zmije Pagarusha, sigurisht emrin shumë i madh për krejt shqiptarët, për krejt estradën shqiptare. Nuk linë më nona në Zmije Pagarusha. Emri i saj më kujtohet si një ndër figurat më kryesore të kulturës në Kosovë, për kontributin e jashtëzakonshëm që ka dhënë ndjera. Më kujtohet si një figurë tragjike në raport me institucionet e shtetit, që pothuajse nuk kanë bërë asgjë. Ish ministri i kulturës Gashi, pak marrë një iniciativë që ajo është e vëndshme, ajo mirë që ka marrë, për është e vëndshme se ajo iniciativë ka qenë marrë shumë më herët për njerëzve shumë më herët. Poezi kushtuar ikonës së muzikës shqiptare zonës në Zmije Pagarusha. Na ishin shumë që të gjithë bëshin ngrit, njëra prej tyre pa prit vazhon fëk. Gjësia është e pafundme, në tekla y shumë, njërën prej tyre e damtuan shumë. E lanë të vetëm atë në një anë që të gjithë shpëtuan pa terë në kam. Kanë vetër vetëm kë yp i shkret rri i menuar me gojë nuk fletë. Për 3 vite, zonën e Zmije Pagarusha këm pas kryetarët bordit shoqatës time, për kulën para emrit saj.